Megjithatë, procesi zgjedhor ka qenë i qetë dhe i rregullt, kështu është thënë nga vëzhguesit në vend, por ka pasur këto incidentet për cilat po flasim dhe qëllimi jonë si shoqëri është që të kemi zgjedhje për herë më të mira, sikurse në fakt është dëshmuar duke pasur zgjedhje për herë e më të mira. Por rasti i incidenti konkretisht mes ministrit në detyrë të punëve të brendshme Gjilas Fesla dhe një qytetari që mbante stemën e Lidhjes Demokratike të Kosovës përballja në mes tyre ka nxitur debatin publik. Fesla fotografon aktivistin, thotë se po i shkel rregullat zgjedhore për shkak se ka simbolin e LDK-s afër qendrës së votimit, por jashtë objektit të shkollës kishte vendosur në xhaket pra stemën e partisë së vet. Sipas atyre videove të shpërndara nga mediat online, Sveçla, ministri në detyrë i punëve të brendshme, thotë LDK-ja të shkolla nuk lejohet. Ja drejton gishtin dhe pastaj e fotografon. Qytetari thotë se nuk ka të drejtë që ta fotografoj, nuk ja lejon ta fotografoj, por deputeti vetëvendosjes e luan të fortin në këtë rast. I thotë hajde nalëm, sikurse raportojnë mediat online dhe sikurse dëgjohet në shumë video të shpërndara online. Çka do të thënë kjo hajde nalëm? Kur e thot një pushtetar. Do të bisedoj me Alban Arifin, është avokat. Flasim online për minutat e mbetura në këtë emision. Tu ngjatë jeta Alban. Përshëndetje, Lorik. Në cilësinë e avokatit, si e vlerësove këtë video? Mund ta shohim edhe një herë të plot, po deshe. E kam bë si video. Po. E kam bë si video dhe prandaj konsideroj se veprimi i deputetit në fjalë zotëri Gjilas Fesla ka qenë veprim i pamatur, i ngutshëm dhe i papërgjithshëm për faktin se përgjegjësia nëse do të ishte, atëherë është e barabartë si me personin i cili e mban stemën e LDK-s, po ashtu edhe ministrit dhe deputetit të lëvizjes vetëvendosje i cili lëviz në perimetrin e shkollës ku janë duke u zhvilluar votimet. Në rastin konkret, është ndaluar çdo fotografim i nxizim dhe cenim i privatësisë nga ana e deputetit të lëvizjes vetëvendosje ndaj një qytetari të lirë i cili mbart stemën e LDK-s dhe kjo përben edhe vepër penale me përjashtim të rasteve kur injizimi bëhet për qëllime të zbulimit të ndonjë vepre penale dhe ai injizim ose fotografim dorëzohet pranë policisë së Kosovës apo pranë prokurorisë. Në rastin konkret nuk kam informacion se ministri i Brendshëm apo deputeti zoti Fesla e ka dorëzuar këtë injizim a fotografi tek institucionet përkatëse apo e ka bërë vetëm për marketim dhe publikim në profilin e tij Facebook, të cilin e ka publikuar. Prandaj konsideroj që zoti Fesla më shumë ka pasur për qëllim që të intimidoj qytetarin në fjalë dhe të friksoj për faktin se ai nuk ka qenë brenda shkollës, brenda vendvotimeve, kështu që për gjërat personale të cilat i mban në rrobat e tij ai ndonjë stem apo çfarë do të jetë, ai nuk ka qenë duke bërë fushat, nuk ka qenë duke bindur ose duke detyruar dikon që të votoj për lidhjen demokratike, mirë po ka qenë një qytetar i lirë i cili ka qenë në lëvizje në rrugët e qytetit. Kush ishte në të drejtën e vet përfundimisht? Sigurisht që qytetari ka qenë në të drejtën e tij për faktin se i njëjti ka qenë duke lëvizur lirshëm, nuk e ka penguar askënd, nuk ka qenë i shoqëruar me askënd, nuk ka qenë duke kërkuar që të takohet me askënd. Mirë po ka qenë ai zotri Fesla i cili e ka penguar qytetarin në drejtimin e tij, një farloje e ka kërcënuar dhe duke i bërë foto, duke i thënë se nuk je drejt, ashtu e njëjta është e barazëleshme edhe me zotrin Fesla i cili përfaqëson vetëvendosjen dhe nëse ka qenë në pranë qendrave të votimit, atëherë çka ka kërkuar zoti Fesla që të qëndron apo të lëviz pranë qendrave të votimit.
Prandaj konsideroj se edhe veprimet e djeshme të gjithë deputetëve të lëvizjes vetëvendosje në Mitrovic, Gjakov dhe në komunat të cilat kanë qenë në balotazh, ka qenë një fushat e hapur dhe një tendencë për të mobilizuar qytetarët që të votojnë për lëvizjen vetëvendosje për shkak të panikës së tyre, të cilën e kanë pasur duke besuar se do t'i hupin zgjedhjet lokale për balotazh të mbajtura dje me datën 9 nëntor. Tani, Alban, fotografia është bërë, është shpërndar online, videoja në prapavi e realizuar nga mediat, dëgjohet që qytetari fotografuar po i thot mos më fotografo. Konkretisht, nuk të lejohet me më fotografu ti ministerje, duhet me i dit ligjit ma mirë para se me më fotografu. Shihemi në gjykat Gjelal. Kështu i thot djali që është fotografu nga ministri në detyrë. Nga aspekti ligjor, videoja e bërë, e shpëndar publikisht, pa lejen e personit të fotografuar, cila është e drejta ati, çfarë mund të bëj, se mund të marrim mësim edhe ne të tjerët, po na ndodhi diçka njëjtë. Në rastin konkret qytetari ka plotësisht të drejtë, për faktin se zotëri Sfeshla nuk ka pas të drejtë as të ingjizoj, as të fotografoj. Prandaj ingjizimi, fotografimi i qytetarit në vende publike, në pronë private, është vepër penale dhe është e dënueshme deri në 3 vite burgim. E ceka dhe me herët në përjashtim të rasteve kur këto ingjizime apo fotografime përdoren për të dëshmuar se ekziston një vepër penale. Mirë po, në rastin e djeshtit, jashtë qendrave të votimit, kemi të bëjmë me vepër penale të kryer nga zotëri Sfeshla, i cili ka ingjizuar dhe fotografuar qytetarin në fjalë i cili ka qenë duke Çfarë do të thënë kjo kur një ministër përballet me çështje të tilla, trazon klimën politike në vend? Po pres për pak minuta, ka sa na kanë mbetur 2 minuta, jo. Po besoj se ka probleme me rrjetin. Unë kam edhe 2 minuta për të realizuar bisedën, po kemi Albanin sërish në linjë. Çfarë tregon kjo video, ky veprim, kjo ngjarje, ky rast për klimën politike në Kosovë? Në përgjithësi, përtej zoti Sfeshla, përtej aktivistit LDK-s pa emra të përveçshëm. Kjo tregon një frikë të cilën e ka kapluar lëvizjen vetëvendosje, jo vetëm në zgjedhjet e djeshtit, por edhe në zgjedhjet të cilat do të mbahen shumë shpejt, më së largu deri në muajin e ardhshëm, dhe kjo tregon një frikë ndaj pushtetit aktual dhe partisë lëvizjes vetëvendosje, dhe janë duke përdorur format të ndryshme që të kërcënojnë, të joshin dhe që mos t'i lajnë njerëzit të vendosen lirshëm, por t'i obligojnë që të votojnë për lëvizjen vetëvendosje. Prandaj besoj se kjo dramë do të vijë fundi dhe do të ndalen këto sulme ndaj qytetarëve dhe të lihen qytetarët të lirë dhe të vendosin për atë të cilin e vlerësojnë që e meriton për të udhëhequr si me komunën dhe me institucionet tjera. Qartë. Të falenderoj shumë për kohën që na veu lidhje drejt për drejt në emisionin e Mesditës të RTV-s.